Shëndetje nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Përgjatë fundjavës në kryeqytet pati një ceremoni të veçantë me rastin e nisjes javës së Europës. Kryeministri i vendit Edi Rama dhe ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato vlerësuan progresin e vendit tonë në rrugtimin e integrimit në BE. Shqipëria është më pranë Bashkimit Evropian përmes reformave që po ndërmerr dhe zbatimit të tyre. Në ditën e Evropës, ambasadori i BE në Shqipëri Silvio Gonzato theksoi se Evropa është projekti i të gjithëve dhe është shumë e rëndësishme për mbushja e angazhimeve dhe transparenca. Dhe një pjesë e rëndësishme e punës sime këtu në Shqipëri si ambasador i BE-s është që të sigurohem që vendi mbetet i fokusuar në përmbushjen e të gjitha standardeve të kërkuara nga BE-ja për të bërë pjesë e klubit ton, pra një objektiv që Shqipëria ka marrë përsipër për të arritur me vendosmëri dhe angazhim dhe brenda një afati shumë ambicioz. Megjithatë, sfida nuk është vetëm ruajtja e një ritmi të qëndrueshëm në miratimin e reformave të nevojshme, por edhe të garantosh cilësinë, zbatimin e dur dhe qëndrueshmërinë e këtyre reformave. Dhe për këtë, ato duhet të vinë si rezultati një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës. Siç e kam thënë shumë herë, zgjerimi është një projekt i të gjithë shoqërisë dhe të gjithë qeveria, opozita, shoqëria civile, komuniteti i biznesit dhe qytetarët e thjeshtë kanë rolin e tyre për të luajtur. Ndërsa kryeministri Edi Rama theksoi se Bashkimi Evropian është garanci dhe se tashmë jemi shumë afër anëtarësimit në familjen e madhe europiane. Shqiptarët janë në ditën e tyre më të mirë, por njëkohësisht janë sot në një kohë kur bekimi i të qenit pranë Europës së Bashkuar është njëkohësisht një garanci e të qenit në një rrugë pa kthim. Natyrisht që kjo rrugë ka të përpjeta, ka të tatpjeta, ka momente më të mira, ka momente më të vështira, por kjo është një rrugë pa kthim. Tani më nuk është një horizont i largët, por është një maj që shihet me sy dhe ne jemi në hapat e fundit të një historie që zgjat me shekuj për t'u ankoruar përfundimisht aty ku kemi vendin dhe aty ku e kanë ndëruar Shqipërinë rilindasit tanë, të cilët na kanë lënë në amanet devizën dielli për ne lind ande nga Perëndon. Një mesazh është ndarë edhe nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa, drejtuar qytetarëve të Shqipërisë në ditën e Evropës. Ne besojmë se e ardhmja juaj është në Bashkimin Evropian. Po bëhet një punë e madhe për ta bërë këtë realitet. Shqipëria ka bërë një përparim të konsiderueshëm me negociatat gjatë vitit kaluar. Ju inkurajoj të vazhdoni me vrullin e reformave. Së bashku do të ndërtojmë një të ardhme të përbashkët europiane. Rroft Europa. Në ditën e Evropës janë ndarë mesazhe edhe nga presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, i cili ka shkruar se Shqipëria është sot më afër se kurrë për të qenë pjesë e familjes evropiane, e gatshme për të shtuar projektit evropian, energjinë dhe vlerat e saj. Si dhe ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha, i cili është shprehur se Shqipëria mbetet fuqimisht e përkushtuar ndaj rrugës së saj europiane. Ndërkohë, Shqipëria vjon procesin e negociatave për anëtarësimin e Bashkimit Evropian, ndërsa synon në mbylljen e 10 kapitujve të parë. Bashkimi Evropian mbetet partneri kryesor tregtar ekonomik i vendit, duke zënë 57% të tregtisë jashtme dhe mbi 60% të bizneseve të huaja në Shqipëri. Nga vendosja e marrëdhënieve diplomatike me Komunitetin Evropian në vitin 1991 te hapja e negociatave të anëtarësimit dhe procesi i kapitujve negociues, rrugtimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian ka kaluar në disa etapa kyçe përgjatë më shumë se 3 dekadave. Procesi nisi me marrëveshjen e stabilizim asociimi, ndërsa në vitin 2014 Shqipëria mori statusin e vendit kandidat. Në vitin 2020, Këshilli i Bashkimit Evropian miratoi hapjen e negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë, ndërsa 2 vite më vonë u mbajt konferenca e parë ndërqeveritare, që shënoi nisjen zyrtare të procesit të shqyrtimit të legjislacionit shqiptar. Në ditën e Europës, Shqipëria ndodhet tashmë në një fazë vendimtare të negociatave. Vendi është në pritje të vlerësimit të shteteve anëtare për raportin mbi piketat e ndërmjetme, ndërsa synon të përmbyll 10 kapitujt e parë nga 33 gjysej. Procesi lidhet kryesisht me grupin e themeloreve ku përfshihet drejtësia, shteti së drejtës dhe lufta kundër korrupsionit, fusha që mbeten përcaktuese për avancimin e mëtejshëm të negociatave me BE-n. Por marrëdhënia e Shqipërisë me Bashkimin Evropian shihet përtej procesit politik të integrimit.
Bashkimi Evropian vijon të mbetet partneri kryesor ekonomik i vendit si në tregti ashtu edhe në investime. Sipas të dhënave të Instat, gjatë vitit 2025 vendet e Bashkimit Evropian përbënin 57% të gjithë tregtisë së jashtme të Shqipërisë. Të drejtë vendeve të Unionit orientuan 72.5% e eksporteve shqiptare, ndërsa 51% e importeve erdhën nga tregu evropian. Italia mbetet partneri kryesor tregtar i Shqipërisë në BE. Edhe në investime vendet evropiane mbajnë peshën kryesore të ekonomisë shqiptare. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, gjatë vitit 2025, fluksi i investimeve direkte nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian arriti në rreth 729 milionë euro, me kontributin kryesor nga Holanda, Italia, Austria dhe Gjermania. Ndërkohë, bizneset me kapital nga vendet e Bashkimit Evropian përbëjnë mbi 60% e ndërmarrjeve të huaja të përbashkëta që operojnë në Shqipëri, duke ruajtur peshën kryesore në ekonominë shqiptare. Për momentin, Bashkimi Evropian përfshin 27 shtete me rreth 1 miliard qytetar, por si nis ideja e shteteve europiane për të bërë bashk, ju ftoj që ndiqni kronikën. Më 9 maj BE-ja nderoni ish-ministrin e jashtëm francez Robert Schuman, që më 9 maj 1950 formuloi idenë e BE-s, që nga viti 1985 kryetarët e shteteve dhe qeverive vendosën të kremtojnë 9 majin si ditën e Europës. Me 23 korrik 1952 hyri në fuqinë e Europë Montan Unioni. Komuniteti Evropian për qymyrin dhe çelikun ishte bërthama e Komunitetit Ekonomik Evropian që u krijua në vitin 1957 me Traktatet e Romës. Nga Komuniteti Ekonomik Evropian u krijua në fillim të viteve 1990 Bashkimi Evropian, Montan Union, në të cilin bënin pjesë Franca, Italia, Gjermania, Belgjika dhe Holanda e Luksemburgu, propozua nga ministri i atëhershëm i jashtëm francez Robert Schuman. Plani Schuman, themelimi më vonshëm i Montan Unionit, konsiderohet sot si momenti i lidhjes së Komunitetit Evropian, sepse në deklaratën e tij ministri i jashtëm francez parashikonte integrimin e më vonshëm të shteteve të tjera anëtare. Bindja e tij ishte që Montan Unioni do të çonte në një union më të madh dhe më të fortë. Ky propozim vë për herë të parë në jetë një federatë europiane, e cila është thelbësore për sigurimin e paqes. Megjithatë, në fillim të viteve 50 nuk ishte pjekur ende koha për zgjerimin e planeve të Schumanit. 2 vjet më vonë ai dha dorëheqje nga funksioni i ministrit të jashtëm, sepse nuk ishte në gjendje të realizonte idenë e bashkësisë europiane. U deshën edhe 7 vite derisa shtetet europiane qenë të gatshme të angazhoheshin për një lidhje më të ngushtë me anë të Marrëveshjes së Romës, por përpjekjet e Schumanit u shpërblyen. Ai u bë presidenti i parë i Parlamentit Evropian. Adenauer pati thënë më vonë se Schuman, që në vitin 1950 kishte qenë një vizionar i madh europian, ai pa më tej nga sa shija unë kur propozoi Montan Union. Mos mendoni se ai ka propozuar Montan Union për arsye ekonomike. Ajo ishte një çështje e rëndësishme politike dhe ishte fillimi i një bashkimi që thellohej, që sot përfshin 27 shtete me rreth 1 miliard qytetar. Montan Union nuk ekziston më. Marrëveshja fillestare e vitit 1952 skadoi pas 50 vjetësh. Rregullat e Montan Unionit vazhduan edhe në vitin 2002 me marrëveshje të reja të BE-s. Programi EU for School i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga UNDP përfundoi pas 6 vitesh, duke rindërtuar dhe riparuar 63 objekte arsimore të dëmtuara nga tërmeti vitit 2019 në vendin tonë. Ka përfunduar programi më i madh i Bashkimit Evropian për arsimin në Shqipëri, EU for Schools, BE për shkollat, i cili u zbatuar për 6 vite me radhë nga UNDP, programi për zhvillim i Kombëve të Bashkuara në bashkëpunim me qeverinë shqiptare. Përmes projektit janë rindërtuar dhe riparuar 63 objekte arsimore, shkolla 9-vjeçare, të mesme dhe profesionale, kopshte, qerdhe apo konvikte. Projekti lindi pas tërmetit të vitit 2019 si një mbështetje që qytetarët evropian i dhanë qytetarëve të Shqipërisë në 11 bashki të prekura, u shpreh menaxherja e programit EU for Schools, Ekla Gollaj. Ajo që na bën neve më krenar për këtë program, përveç se kemi ndërtuar më mirë dhe kemi ndërtuar së bashku, është fakti që ky program nuk ka qenë vetëm një program infrastrukture, por ka qenë edhe një program i cili ka pasur komponent të mësimdhënies dhe të mësimdhënies, pra përmirësimit të shërbimeve arsimore. Gati 25.000 nxënës dhe mësues kanë përfituar nga ky program. Thuajse të gjitha objektet arsimore janë pajisur me rampa dhe ashensor për të garantuar aksesin e fëmijëve me aftësi të kufizuar. Shkolla mesme me orientim sportiv Bernardina Çaraxhia është ndërruar një kompleks të ri shkollor me 3 ndërtesa të veçanta, duke përfshirë një shkollë deri në 4 kate, një palestër të brendshme për qëllime stërvitje dhe një palestër të brendshme olimpike, e vetmja e tillë në Shqipëri. Hapësirat e jashtme dhe palestrat e brendshme nuk mungojnë as në shkollën 9-vjeçare Mehmet Baba Musa në Kavaj, apo shkollën e mesme me orientim gjuhësor Hasim Vokshi.
Programi është kujdesur që dhomat e infermierisë dhe të psikologjisë të jenë po ashtu të pranishme në kopshtin numër 2 në Shijak. Mësues, nxënës dhe prindër japin përshtypjet e tyre për televizionin Skan, tashmë në mjedise më të sigurta, moderne dhe dinjitoze. Është një shkollë e cila ka ndryshuar totalisht në pamje, totalisht në mentalitet. Ku qëndron kjo? Me motivimin që ka mësuesët, stafi mësimor, në kushte të punuar në kushte akoma shumë herë më të mira, në ambjente të pastra, në ambjente të rregullta, në laboratore, kanë ngrojen, kanë ftojen, uji është, tualetet janë shumë të pastra, fëmijët vinë me qef, mësuesët po ashtu, pra është një ambient i sigurt. Realisht për mua një ndër arsyet më të forta që erdha këtu tek Gjuhët e Huaja ishte pikërisht kushtet. Kur erdha për të parë shkollën në fillim, u duk shumë e bukur, shumë e re, pash që kishte kushte, pash që kishte kondicioner që për neve është gjëja më e rëndësishme. Dhe pastaj është edhe pjesa e stafit, mësuesit më duken shumë të mirë. Pastërtia është në maksimum, siguria është mjaft e madhe. Kjo tregon kushtet shumë të përshtatshme, shumë bashkëkohore, tregon shumë për mirëqenien e fëmijëve tanë, që i sjellim çdo ditë në këtë kopësht. Nuk kam të krahasuar. Bashkimi Evropian i ka kushtuar 75 milion euro objekteve arsimore të prekura nga tërmeti në Krujë, Durrës, Kurbin, Kams, Kavaj, Tiranë, Mirdit, Lezhë, Rrogozhin, Shijak dhe Vorë. Programi EU for Schools u bazua në 2 parime kryesore: rindërtoj më mirë, që nuk kupton ndërtimin e strukturave më të forta që mund t'ju rezistojnë tërmeteve dhe fatkeqësive natyrore, duke pasur standardet më të larta ndërkombëtare të cilësisë dhe sigurisë, si dhe rindërtojmë së bashku, që nuk kupton ofrimin e mundësive për të përfshirë përfituesit në rindërtimin e institucioneve të tyre arsimore dhe për ta përshtatur projektin sipas nevojave të tyre. Konflikti në lindjen e mesme ka dhënë goditjen e tij edhe në tregun e brendshëm të Shqipërisë, sipas të dhënave më të fundit publikuara nga Instat, ushqimet dhe pijet jo alkolike u rritën me rreth 1.3% për gjatë muajit prill të këtij viti, ndërsa shtrëngimin më të madh e shënuan peshku, mishi dhe vajrat. Tensionet në lindjen e mesme ka nisur të reflektohen edhe në tregun shqiptar, kryesisht përmes rritjes së kostove të transportit, duke mbajtur të larta edhe çmimet e ushqimeve dhe produkteve bazë të konsumit. Shtrenjtimi i karburanteve në tregjen ndërkombëtare ka rritur kostot e importit dhe furnizimet, efekt që po transmetohet gradualisht te konsumatori final. Rritja e çmimeve të ushqimeve po vazhdon të prek drejt për drejt buxhetet e familjeve shqiptare. Sipas të dhënave të Instat, grupi ushqime dhe pije jo alkolike u rrit me 1.3% në prill, ndërsa ushqimet në tërësi me 1.2%. Ndikimin më të fortë e dhan peshku dhe produktet e detit, të cilat u shtrenjtuan me 6.5%, duke regjistruar rritjen më të lartë në të gjithë grupin ushqimor. Në rritje mbetet edhe çmimet e mishit që u zgjeruan me 3.1%, ndërsa mishi freskët i ftohur ose i ngrirë rezulton 3.2% më i shtrenjtë se një vit më parë. Edhe vajra dhe yndyrna vijojnë të mbeten në nivele të larta, me një rritje prej 3.1%, ndërsa pijet jo alkolike u shtrejtuan me 2.8%. Ekspertët e lidhin këtë situatë me rritjen e kostove të transportit dhe energjisë në tregjet globale, pas tensioneve gjeopolitike në lindjen e mesme, të cilat kanë ndikuar drejt për drejt në zinxhirin e furnizimit dhe çmimet e importit. Nga ana tjetër, disa produkte kanë shfaqur ulje të lehtë çmimesh. Perimet ranë me 0.7%, ndërsa drithrat dhe produktet me bazë drithrash ulën me 0.2%. Sipas të dhënave më të fundit publikuara nga enti regulatori i energjisë, në vitin 2025 u shtuan 262 MW kapacitet energjetik, ndërkohë që prodhimin e ri e kryeson energjia diellore. Vitin që shkoi janë vënë në prodhim rreth 21 impiante të reja. Rreth 262 MW kapacitete të reja nga burimet të rinovueshme janë shtuar sistemit elektroenergjetik shqiptar gjatë vitit 2025. Ku dominon qartësisht energjia diellore, sipas të dhënave të raportit vjetor të entit regulator të energjisë. Të dhënat tregojnë se gjatë vitit që lan pas kanë hyrë në prodhim gjithsej 21 impiante të reja, nga të cilat 13 janë centrale fotovoltaike dhe 8 hidrocentrale. Në total, kapaciteti instaluar arrin në 262 MW, ku 181.98 MW i përkasin energjisë diellore dhe 80.02 MW burimeve hidrike. Sa i përket prodhimit, këto impiante kanë gjeneruar rreth 182.000 MWh energji elektrike gjatë vitit 2025, duke përbërë afërsisht 2.43% të prodhimit total vjetor të energjisë në vend. Brenda sektorit fotovoltaik, kontributin më të madh i jep centrali Sunnyside Energy me një prodhim prej rreth 49.000 MWh, i ndjekur nga SPV Blue 2 me mbi 30.000 MWh.
Në total, centralet diellore të reja kanë prodhuar rreth 89.560 megavator gjatë vitit, duke konfirmuar rritjen e shpejtë të këtij segmenti në tregun energjetik shqiptar. Ndërkohë, në sektorin hidroenergjetik, prodhimi total nga impjantet e reja arrin në rreth 92.000 megavator. Kontributin kryesor e jep hidrocentrali Egnatia Hidro. Raporti i erës evidenton gjithashtu se fuqia instaluar totale në sistemin e transmetimit për vitin 2025 ka arritur në 2.905 megawatt, ndërsa prodhimi i përgjithshëm i energjisë elektrike në vend është rreth 6.4 milion megavator. Për gjatë periudhës janar-prill të këtij viti, degët e shërbimit të transportit rrugor kanë kryer 126.000 kontrolle teknike të automjeteve, ndërkohë që sipas dhënave mbi 2.000 automjete të vjetra kanë dalë përfundimisht nga qarkullimi rrugor. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor ka publikuar të dhënat e kontrollit teknik të mjeteve që ju nënshtruan testimeve pranë qendrave të kontrollit teknik në të gjithë vendin për periudhën janar-prill 2026. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, gjatë 4 muajve të parë të këtij viti janë testuar gjithsej 126.719 mjete të kategorive të ndryshme në kuadër të verifikimeve periodike, që synojnë rritjen e sigurisë rrugore dhe garantimin e standardeve teknike të mjeteve që qarkullojnë në rrugët e vendit. Pjesën ndërmuese të testimeve e zën automjetet e kategorisë 4+1 dhe 8+1 vende, të cilat rezultojnë edhe mjetet më të përdorura nga qytetarët. Konkretisht janë kontrolluar 112.164 automjete të kësaj kategorie, që përfaqësojnë 88.5% të totalit të mjeteve të testuara gjatë kësaj periudhe. Ndërkohë, kontrolleve teknike ju nënshtruan edhe 6.888 kamion, ose 5.4% e totalit. Po kështu janë testuar 5.494 motomjete, që përbëjnë 4.3% të totalit të mjeteve të kontrolluara. Gjatë muajve janar-prill 2026 janë kontrolluar edhe 1.261 autobus, 483 rimorkjus dhe 429 mjete ndërtime. Nga ana tjetër, 2.538 mjete me moshë mesatare 22 vjeçare janë të regjistruar përfundimisht, ose 35.3% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Arsyeja e shërgjistrimit të mjeteve të vjetra janë standardet të sigurisë të paplota, mungesë kushtesh teknike, amortizim dhe konsum i lartë, thekson Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor. Ky proces rrit sigurinë rrugore dhe kufizon qarkullimin e mjeteve që paraqesin rrezik. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor bën të ditur se procesi i kontrollit teknik mbetet një nga hallkat kryesore për garantimin e sigurisë në qarkullim, uljen e riskut të aksidenteve dhe respektimin e standardeve teknike e mjedisore nga drejtuesit e mjeteve. Qeveria shqiptare do t'jap me qira 5 vjeçare zonat për gjueti dhe riprodhim përmes një projekt vendimi të hedhur tashmë për konsultim publik, janë përcaktuar rregullat dhe kriteret e reja. Qeveria ka përcaktuar rregulla dhe kriteret e reja për dhënien me qira të zonave të gjuetisë në Shqipëri. Projekt vendimi për përcaktimin e dokumentacionit, afateve dhe procedurës së konkurimit për dhënien me qira të zonës së gjuetisë, mbarshtimit dhe ripopullimit i hedhur për konsultim publik, synon të krijojë një kuadër të qartë, transparent dhe të zbatueshëm për dhënien me qira të zonave të gjuetisë, mbarshtimit dhe ripopullimit, duke garantuar një menaxhim të qëndrueshëm të faunës së egër dhe përfshirjen e aktorëve lokal. Sipas dokumentit, ndër përparësitë kryesore të projekt vendimit është vendosja e rregullave të standardizuara për konkurimin publik, rritja e kontrollit institucional dhe formalizimi i aktivitetit të gjuetisë, duke kontribuar në mbrojtjen e biodiversitetit dhe në zhvillimin ekonomik lokal përmes përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore. Projekt vendimi trajton detyrimin e njësive të veçqeverisjes vendore që pas shpalljes së zonave për gjueti, mbarshtim ose ripopullim të fillojnë brenda një afati të caktuar procedurën për dhënien e tyre me qira nëpërmjet një procesi konkurimi publik. Po ashtu dokumenti përcakton detyrimin e kryetarit të bashkisë për ngritjen me urdhër të një komisioni i cili ngarkohet me ndjekjen dhe administrimin e procedurave të konkurimit publik. Drafti jep rregulla për publikimin e shpalljes për dhënien me qira të zonave të gjuetisë, mbarshtimit dhe ripopullimit, afatet e publikimit si dhe elementet e detyrueshëm që duhet të përmbajë njoftimi për zhvillimin e procedurës së konkurimit publik. Nga ana tjetër parashikon detyrimin e çdo subjekti pjesëmarrës për të paraqitur dokumentacionin që vërteton përmbushjen e kritereve ligjore për varrjen në përdorim të zonave përkatëse.
Kërkesa për pjesëmarrje në konkurrim përfshin të dhënat e subjektit, ofertën financiare dhe dokumentacionin shoqërues, si dhe kategorinë e zonës për të cilën aplikohet. Mënyra e vlerësimit të ofertave bëhet nga komisioni i posaçëm përmes sistemit të pikëzimit dhe kryetari i bashkisë vendos dhe shpall fitues subjektin me pikët më të larta për lidhjen e kontratës së qeras pas përfundimit të procesit të vlerësimit. Pas përfundimit të procedurave, bashkia shpall publikisht fituesin dhe lidh kontratën e qeras me afat 5 vjeçar, jo më vonë se fillimi i sezonit të gjuetisë, dhe vlera e qeras nuk mund të jetë më e ulët se vlera fillestare e përcaktuar. Në fund të këtij edicioni ju kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, banka, sigurimet, tregjet financiare dhe të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.